رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimin dhe lavdërimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet, selamet e dërgojmë zotërisë e pejgamberëve më dashurit tonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe të gjithë e dim se jemi në ditët më të mira, në ditët e muajit të Ramazanit, dhe se ajo që duhet të intereson ne dhe si besimtar është se çka të veprojmë në këtë ditë Ramazanit. Më e duhura është që besimtari të jetë përpjekje në kryerjen e veprave të mira. Besimtari duhet të jetë mund në bërjen e veprave të mira, në cilën do të derë që i jepet atij mundësia. E para duhet të se agjërimi kërkon durim prej besimtarit. Agjërimi kërkon sabër prej besimtarit. Sepse agjërimi është një nga veprat më të dashura të Allahut subhanahu wa taala, ku tha Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi, wa ala ajzi bihi. Por agjërimi tha se Allahu subhanahu wa taala ai është i imi edhe unë shpërblej për të. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron Ramazanin me shpresë dhe besim në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala këtij personi, si besimtari ka mjaftuar të gjitha mëkatet që ka kaluar apo që i ka bërë të kaluarën. Ky është muaj Ramazanit, muaj agjërimit i cili kërkon prej besimtarit që me bë durim gjatë ditëve tina, me bë durim gjatë agjërimit tina, edhe çdo herë me qëndru me shpresën tek Allah subhanahu wa taala, edhe me besimin tek Allah subhanahu wa taala, Allah do t'ia falë tina të gjitha mëkatet. Tjetër vepër e mirë që besimtari duhet ta japë mundin e vet në këtë ditë të bekuara, apo siç i ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ditën e mëruara, ditën e caktuara, është edhe namazi i natës apo namazi i taravihit. Një prej veprave më të mira në Ramazan, që robit i jepet, edhe i shërbehet ajo. E kush është prej atyre i cili e refuzon të shpërblen prej Allahu subhanahu wa taala, e kush është ai i cili e mohon këtë mirësi prej Allahu subhanahu wa taala. Është mirësia e madhe që ti me qenë për atyre që qëndron në kohë para Allahu subhanahu wa taala, bën sejdë për hir të Allahu subhanahu wa taala në namazin e taravihit apo në namazin e natës. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadithi i parë është men sama Ramadanin, do të thotë hadithi i dytë është men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e fal namazin e natës, kush e fal namazin dhe i rrin gati namazin e natës, me shpresë edhe besim në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, Allah ka mirëfal tina të gjitha mëkatet që i ka bërë përpara. Do të thotë vetëm në dy pika që i përmendën deri më tani, Allah subhanahu wa taala po të premton për falje të mëkateve. Nëse ti agjeron Ramazanin me shpresë, edhe me besim në Allah, në shpërblimin e Allahut, edhe nëse ti e fal namazin e natës, me shpresë, besim në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, Allah t'i fal të gjitha mëkatet që ti ke bërë më përpara. E kush është më nevojtari se më ju fal mëkatet më shumë se na? Sepse duke e ditur se janë rënduar gjoks ato prej mëkateve të tjera që i bëjmë çdo ditë. Selefët e ndanin natën në dy pjesë. Gjenerata e artë e muslimanëve, gjenerata e parë e muslimanëve, ishin prej atyre që natën e tyre, natën e Ramazanit, e ndanin në dy pjesë. Pjesën e parë e ndanin për namazin e natës edhe falin e namazit natës. Edhe jepin mundin tënë.
edhe pjesën e dytë për leximin e Kuranit. Për leximin e Kuranit edhe meditimin në ajetet e Kuranit. Do thotë meditimi në fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Duke e ditur se muaji Ramazanit është muaji i Kuranit. Sepse tha Allah subhanahu wa taala ka shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-furqan. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani si udhëzim për njerëzit. Muaji Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur ky Kur'an të cilin e lexojmë ne. Edhe adhurojmë Allah subhanahu wa taala me ta, edhe falim namazet ka zbritur në muajin e Ramazanit. Andaj ajo që është e duhur besimtarit duhet të lidhet fort në ditët e Ramazanit me fjalën e Allah subhanahu wa taala, duke ndohur kohë të veçanta, që të mediton rreth tyre. E bëni për namazin se një orë meditim në fjalën e Allah subhanahu wa taala është më e mirë se falja e 100 rekateve namaz nafile në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, nëse ti e merr Kur'anin, edhe e hap ajetin e parë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të gjitha botrave. Edhe fillon edhe mendon, edhe mediton rreth këtij ajeti. Edhe mundohesh me meditimin tënd. Edhe mendim rreth këtij ajeti me arritje e vërteta. Përveç asaj, edhe me punu mbas asaj të cilën po e lexon, është më e mirë se sa ti me i fal 100 rekate në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vepra të mira tjera të cilat Ramazani i çdo njeri prej neve i jep mundësi shumë, çdo ditë më shumë. Po ti shmëgon Ramazani veç një ditë, kish më thonë një ditë ke shkurt. Nuk mund të më vonë ti mundin tonë. Por se Ramazani është një muaj i plotë. Edhe ti ki mundësi të mëdha për çdo ditë me ndryshuar veten tonë të shaq. Por çdo ditë me shpërthuar veten tonë për të mira edhe me shpërthuar Ramazanin çdo derë tina me shpërthuar me mirësi të mëdha, sepse Ramazani ka 30 dyert. Edhe secilën derë ka thesare të mbushura me të cilave fiton besimtari. Kush është ai i cili më hapto? Një prej dyert të Ramazanit është edhe shtimi i sadakat, dhënia e sadakat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri më bojar, më dërdhanës që ka njohur historia. Porse në Ramazan ai e shton të bojarinë e tina, e shton të dërdhanën e tina. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kana Rasulullahi ajwadun nas." Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte i zotëruar i Allahut njeri më bojar në gjithë njerëzve. Për gjithë njerëzve që kanë ekzistuar pejgamberi ishte më bojari. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Porse edhe më bujar se kaq, ka qenë në muajin e Ramazanit edhe herë kur e ka takuar Jibril alayhis salam. Do thotë ai ishte më bujari i gjithë njerëzve që jetonin në kohën e tij. Porse edhe më bujar se kaq ishte në muajin e Ramazanit. Sadaka në Ramazan ka një shpërblim të shumë fish, ka një shpërblim mjaft madh. Prandaj besimtari nuk është të thonë që ti më bëni shumë të madhe, edhe ta më mirazon pyetjen e thonë, nashta shumë s'po kam. Mjafton që ti vesh një hurme mi Allahun të kujna, që ai më bëj iftar me to, te Allah subhanahu wa taala është vepra e madhe. Sepse kena përmend se rubba amalin kabirin tusabbiru an-niyya wa rubba amalin saghirin tukabbiru an-niyya, tu'azzimu an-niyya. Një vepër shumë të vogël e mallon edhe e rrit ato njëti i mirë besimtarit. Por se një vepër shumë të madhe ato e zvoglon njëti i besimtarit. Andaj nëse me një njëtë mirë, e jep një hurme, duke sinu që me ato me arrish shpërblimin tek Allah subhanahu wa taala, ose me çat hurme që ti jep dikujna, me duke sinu fytyrën Allah subhanahu wa taala, Allahu kjo çaj hurme është shumë fish. Është shumë fish sepse ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ajetin kuranor. Ata të cilën shpenzojnë në rrugën e Allah subhanahu wa taala, te Allahu kanë më marrë shpërblimin e 700 fish. Te Allah subhanahu wa taala ka më marrë problem 700 fish. Allah subhanahu wa taala përmend këto në ajetin kuranor. Tjetër mundësi për mundim dhe për pjekje në vepra të mira gjatë muajit të Ramazanit është edhe pendimi tek Allah subhanahu wa taala. Të bëri tauba te Allah subhanahu wa taala për të gjithë ato të cilën e kena bërë gjatë muajit para Ramazanit. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun
la'allakum tuflihun. Edhe pendohuni të gjithë tek Allahu subhanahu wa taala, o ju besimtarë. Nëse dëshironi që ta gjeni shpëtimin tek Allahu subhanahu wa taala, nëse dëshironi që të shpëtoni për javën e Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." I penduari, ai i cili pendohet për mëkatet e tina është i barabartë, është i njëjtë sikurse me ato që s'ka bërë mëkate asnjëherë. At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. I penduari për mëkatet e tina është sikurse ai nuk ka bërë asnjëherë mëkate. Madje shpenzoi në Ramazan. Në kohët ku Allah subhanahu wa taala pranon duan, në kohët ku Allah subhanahu wa taala i përgjigjen robërve tina, sepse në ajetet ku Allah subhanahu wa taala ka bërë obligim Ramazanin, mas këtyre ajeteve Allah subhanahu wa taala thotë: "Idha salaka ibadi anni fa inni qarib." Edhe kur më pyesin robët e mi mua, unë jam afër. Në të gjitha ajetet në Kur'an ku Allah subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thotë: "Nëse të pyesin robët e mi mua, Allahu e shton një fjalë: Kul ibni qarib." Thuaj on. Dorsa në ajetin e duas Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib." Nuk e përmend Allahu fjalën thuaj. Pse? Me arsyeën se Allah subhanahu wa taala besteje edhe tina nuk don me pas ndërmjetësues. Kur ti bësh Allah subhanahu wa taala dua, kur ti kërkosh prej Allah subhanahu wa taala, Allah nuk don që ti me pas besteje atina me ndërmjetësues. Prandaj nuk tha kul fa inni qarib, po tha fa inni qarib. Unë jam afër. E i përgjigjem lutjes kur ai më lutet. Edhe nëse ti i ruan kohës kur Allah subhanahu wa taala i përgjigjet, ka premtuar për ato kohë, koha e iftarit, koha e namazit natës apo namazit taravive, koha e syfyrit, koha pas lindjes diellit, koha në ditën e xhumës para se të perëndu dielli, janë kohë ku Allah subhanahu wa taala i përgjigjet të robërve tina. E kush prej njerëzve i mohon këto, e kush prej njerëzve i humb këto kohë, andaj ruaj këto. Ruaj këto që Allah nëse ti e ke ndonjë qëllim për qëllimin që dëshiron me arrit në dunja, atëherë ruaj kohë kur Allah subhanahu wa taala të përgjigjet ty. Allah subhanahu wa taala i përgjigjet çdo herë në përvetima. Sa herë që ata e lutin Allah subhanahu wa taala, Allahu është tek ta. Porse ajo e cila është duaja robi nuk duhet asnjëherë me humbë shpresën Allah subhanahu wa taala. Nuk duhet me humbë shpresën Allah subhanahu wa taala me thonë se çfarë të bëj dua, hala Allahu subhanahu wa taala. Kjo është mendim i keq për Allah subhanahu wa taala. Kjo është për mendimin të keq që ti e ke për Allah subhanahu wa taala. Nëse ti thua që stojëm të lutë Allah subhanahu wa taala dhe më mund të punë, halos nuk do të thuaj ajo. Kjo është për mendimin të keq që ti mos e pas. Dhe na kërkojmë mbrojtje për Allah subhanahu wa taala që na largu nga mendimi i keq. Pse Allah nëse nuk i përgjigjet asaj duaje? Pse Allah subhanahu wa taala nuk i përgjigjet asaj kërkese? Sepse Allahu e din edhe më mirë se ti kur për ty është mirë. Allahu e din gjendjen tonë, më mirë se ti për veten tonë, sikur ajo është hajër për ty. Andaj ti lutë Allahu subhanahu wa taala, ulu para turët Allahu subhanahu wa taala dhe kërko prej tina. Atëherë kur Allahu ta plotson, atëherë nuk bën hajër për ty, sepse përmendet në argumente se çdo kader i Allahu subhanahu wa taala që i ndodh robërve tina është hajër për robët e tina. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala asnjëherë nuk punon kundër robërve të tij. E kemi përmendur në dersën e kaluar se Allah subhanahu wa taala çdo herë kur njëri i bën një kërkesë dikujt, ato i bën favorin e tina që ai të përfitojë prej tina. Dorsa Allah subhanahu wa taala kur bën kërkesa për robërve të tij, i bën që robët me përfitojë prej asaj kërkese, jo Allah. Andaj lutë Allah subhanahu wa taala, shfrytëzoj Ramazanin për çdo ditë, edhe për çdo kërkesë, për çdo mundi që ti të shfrytëzoj atë. Përpjekje tjetër apo mundim tjetër që mundet me bëu besimtarit në ditët e Ramazanit është edhe kërkimi i natës katë. Kërkimi i natës katë që ka përmendur Allah subhanahu wa taala natë, e cila është më e mirë se një muaj. Nuk tha Allah subhanahu wa taala nata katë është sa një muaj, me barazuar një muaj. Por se fat është edhe më e mirë se një muaj. Një muaj nëse i pjesoj në vite, del diku 83 vite apo rreth 84 vite. Një natë të cilën ti fal namaz në natë. Një natë të cilën e bën dua Allah subhanahu wa taala. Një natë të cilën ti jep sadaka për hir të Allah subhanahu wa taala. Se Allah nëse pranon, ka të pranon sikur se 83 vite ke fal namaz për ato. Sikur se 83 vite ke agjëruar për ato. Sikur se 83 vite ke dhënë sadaka në rrugën e tina. Sikur se 83 vite ke thirr për të mirë edhe ke larguar nga keqja.
Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr, tha Allahu subhanahu wa taala. Nota e katërt është më e mirë se 1000 muaj. Nësa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi Aishën radhiyallahu anha se ta kërkojë natën e katërt. Edhe çdo natë Ramazan shtoje këtë dua: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Është e lehtë për më mojë të bëjë për neve. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, ti e falës. E don falën na fal neve. Çdo natë që ti fal namaz, çdo natë mësej çdo tonë të shtoje këtë dua. Thuaj këtë dua: O Allah, ti e falës, e don falën andaj na fal neve. Imam Maliku, Allah e mëshiroft, kur vinte muaj Ramazanit, ai linte çdo sen. Çdo aktivitet të cilën e ka pasur Imam Maliku që është marrë para muajit Ramazanit, muajin e Ramazanit ka ndërprer. Çka ka bëu? Ka bëu ai vetëm se është shkop për librin e Allah subhanahu wa taala. E ka lidh veten e tina, e ka lidh zemrën e tina me Kur'anin. Dorsa Hasan al-Basri thoshte Allahu e ka bërë Ramazanin garë mes robërve tina. E disa për njerëzve fitojnë për ti, e disa për njerëzve hukmin për tina. Është njerën, edhe Gjibril e Zere ka mallkuar person që i gjenë Ramazani, edhe ai del edhe Allah nuk e falë të gjatë Ramazani. A ka për njerëzve që hukmi Ramazani? Po, ka për njerëzve që edhe hukmi për Ramazani. Vjen Ramazani, agjeron ditën, nashta dhe falët natën, përse agjerimin e tina e përzine edhe me punë të kota, e përzine edhe me fjallë të kota. Dërsa Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi tina ka përgjigjur se besimtarëve kur të vjen muaji Ramazanit, ata me qenën si asnjëherë më parë, me qenë gjetër ka dëshmërisë që me adhuru Allah subhanahu wa taala, me i budu Allah subhanahu wa taala, edhe me e shtu dhe dëshmërisë, se esenca agjerimit është shtimi dhe dëshmërisë edhe ja përzisë tek Allah subhanahu wa taala. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që me na bëjë për atyre që në tetë të Ramazanit e shtunë dhe dëshmërinë tonë. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që me e bërë Ramazanin si mundësi për më afruar tek Allah subhanahu wa taala. E lutim Allah subhanahu wa taala që me na nxjerr prej Ramazanit, edhe jo ndryshe vetëm se të falë për javën e Allah subhanahu wa taala. E lutim Allah subhanahu wa taala që me na mundëson me arrit sa më shumë Ramazanin në jetën tonë. E lutim Allah subhanahu wa taala që me na bëjë prej banorëve të xhennetit. Walhamdulillahi rabbil alamin.